Ervina, të përshëndes. Përshëndetje nga Durrësi, ne jemi stacionuar pikërisht jashtë ambienteve të burgut të Durrësit, aty ku duket se diçka ka mbetur pezur, duket sikur nuk po ndodh asgjë, po ndërkohë hapat e marrë nga prokuroria, siç na vijnë së fundi, flasin për 8 persona të arrestuar zyrtar pikërisht të këtij institucioni që kanë të bëjnë me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur ditën e djeshme pikërisht në Durrës, arratitjen e Altin Docit që ndodhej i paraburgosur pikërisht në këto ambiente. Ndërkohë që të pezulluar nga detyra rezultojnë drejtori Ndrit Sërloj dhe nëndrejtori Julian Agasi. Pavarësisht të faktit që duket një situatë e qetë, do të ketë zhvillime të tjera dhe sipas informacioneve që ne kemi, ky numër mund të jetë edhe më i lartë në orët në vazhdim që kanë të bëjnë pikërisht me këtë ngjarje. Siç duket nga pamjet që emrat që përmendë pak më parë? Emrat që përmenda janë drejtori i institucionit pra burgut të Durrësit, ekzekutimet të vendimeve penale, Ndrit Sërloj, i cili është pezulluar fillimisht nga detyra, dhe nëndrejtori Julian Agasi. E mëtej ka vijuar prokuroria jo vetëm me marrjen në pyetje, por me vendime konkrete, duke vënë në pranga aktualisht të paktën 8 persona, ndërkohë që në vijim mund të ketë edhe një rritje të numrit të personave të ndaluar, të cilët aktualisht do merren në pyetje nga grupi hetimor. E kuptoj. Ndërkohë, sot që flasim, çfarë të konfirmojnë Ervina, kemi ne masa shtesë, sepse këto janë penalitete, të cilat shkojnë për ata që sigurisht do duhet që të ishen aty përgjegjës për çdo lloj situate të krijuar. Sot që flasim në burgun e Durrësit, ashtu siç e përmenda edhe më herët, duket që është qetësi, por ka masa të shtuara që kanë nisur që ditën e djeshme me një armas pas dhënies së lajmit për arratitjen e Altin Docit, që nuk ka ndodhur pikërisht në këto ambiente, por në spitalin e Durrësit, aty ku ai shkoi për një vizitë mjekësore, ka të paktën ka bërë 6 të tilla që nga viti 2022, sepse siç rezulton ka burë në beshka, pra bua nga kjo problematikë. Megjithatë, ashtu siç shfaqet dhe në video, nuk është respektuar protokolli i sigurisë, kjo sigurisht konfirmuar zyrtarisht tashmë jo vetëm nga policia e shtetit, po edhe nga spitali i Durrësit, po të shikojmë mënyrën se si është shoqëruar, ka qenë vetëm me një autoambulancë dhe në të njëjtën kohë me 2 efektiv, nuk ka qenë i prangosur dhe ka ecur i qetë në ambientet e repartit infektiv të spitalit rajonal. Është një godinë e veçantë në spitalin rajonal të Durrësit, 3 katëshe, ku në katin e tretë pikërisht është ky ambient për të paraburgosurit që i drejtohen për kontrolle sigurisht të miratuara nga specialistët këtu në këtë institucion, e që më tej pastaj kjo procedurë duket të është ndjekur edhe me Altin Docin. Tani, po shikoja në fakt të reagime, por mora shkas edhe nga ajo që ti the kur përmonde 2 emrat, cilët njëri prej tyre është pra me mbiemrin Agasi, dhe është drejtori i burgut, pra që quhet Juli Agasi, dhe që besoj paktën do të ma konfirmosh dhe ti, po unë po i referohem edhe reagimeve në rrjetet sociale, politikanëve. Flamur Noka ka bërë reagimin, është thot vëllai Jeno Agasit, person në kërkim nga policia shtetit, pasi mori verat e shtrenjta dhe u largua. Ma konfirmon këtë? Po. Është saktë, sigurisht bëhet fjalë për Julian Agasin, vllai i personit që është në kërkim dhe që pastaj ka lidhje edhe me Ergys Agasin, që së fundmi është kryer në kryefjalë të dosjeve hetimore të Spaku dhe jo vetëm, por edhe në media dhe për të vijuar pastaj me ato që do të zbardhin hetimet për të kuptuar më tepër se si do të vijojë kjo ngjarje. Pra, e bjen që Ergys Agasi nga arratia ka njerëzit e tij ende në pozicione kyçe, të cilat, siç duket, duam apo s'duam ne, ekspozohen dhe përfshihen në çështje të tilla, sepse ne sot të flasim për një person i cili presupozohet që i shërben një grupi kriminal, siç janë pra çopjat që arritën që të
arriti pra të largohesh pikërisht nga spitali ku kurohesh për atë që ti përmende dhe që tashmë është bërë e ditur që lidhet me veshka, me gurë në veshka. Dhe tashmë nëpërmjet emrave që ne po përmendëm, jemi pra të lidhur në një qark të ngushtë të bashkëpunëtorësh, por që këto mund të ta thonë edhe hetimet. Ndërkohë, kjo sa i takon Durrësit, po inspektime nga Tirana, nga Drejtoria e Përgjithshme ka patur në institucione vuajtjes së dënimit, sepse burgu atje, ose ky institucion, është edhe i VIP-ave të ndryshe, nëse mund të konsiderojmë kështu, por a janë persona? Po jo vetëm burgu, edhe reparti që ne bëjmë fjalë, pra ambienti i përcaktuar, njihet më shumë si ambienti i VIP-ave. Kjo për arsye të vizitave mjekësore të shpeshta që ata janë dashur të bëjnë pikërisht të pranë si reparti infektiv dhe që kanë qenë të vazhdueshme sidomos vitet e fundit. Sigurisht që kur flitet për Durrësin, artikulimi politik po jo vetëm sidomos i opozitës nuk mungon në lidhje me akuzat, megjithatë përballë faktit në drejtori i këtij institucioni ka qenë pikërisht deri ditën e djeshme Juliana Gati. Në lidhje me inspektim, si bie që djali Xhaxhait apo po, djali i Xhaxhait, se e lidh me ngjarjen e verave, që ishte djali i Xhaxhait, pra që ishte pra pjesë e zhdukjes të këtyre verave të shtrenjta që trazuan mbar opinionin publik përveç skandalit dhe skemës që ata kishin ngritur me strukturën e akshit e cila pohetohet nga prokuroria e posaçme. Ndërsa nëndrejtori pra i burgut është personi i afërt i Ergys Agasit, konkretisht djali i Xhaxhait ti e kuptova pra të gjithë skemën. Mirë, Ervina, teksa unë do të përshëndes,